Një atmosferë mrekullueshme mbizotëron në parkun kombëtar Divjak Karavasta, ku natyra ka ofruar bukuritë e saj unike dhe moti i ngrohtë ka favorizuar një frekuentim të lartë të vizitorëve. Në këto ditë festive, parku u mbush me turistë vendas dhe të huaj, të cilët shijojnë qetësinë, natyrën dhe peizazhet karakteristike të zonës. Temperaturat e këndshme dhe dielli i pranverës e kanë bërë këtë ditë ideale për shëtitje, relaks dhe momente të bukura me familjen dhe miqt në frymën e festës së Pashkëve. Vizitorët janë dalur kryesisht pranë lagunës së Karavastas, ku kanë shijuar pamje të rralla të biodiversitetit dhe qetësisë që ofron kjo zonë e mbrojtur. Shumë prej tyre kanë zgjedhur të eksplorojnë shtigjet natyrore, duke kthyer ditën në një përvojë të veçantë mes gjelbërimit dhe ajrit të pastër. Restorantet dhe zonat e pushimit brenda parkut kanë qenë gjithashtu të frekuentuara, duke reflektuar rritjen e vizitueshmërisë gjatë fundjavës festive. Autoritetet lokale dhe punonjësit e parkut kanë qenë në terren për të garantuar mbarvajtjen e vizitave dhe ruajtjen e mjedisit natyror.